Produktora Hera Marte SHPK, Claudio Ruzzi, Ervin Paci dhe Akor. Good morning. Good morning. Shall I start? Mund të filloj? Sure. Everybody can hear me. Yes, good morning. Good morning to all of you. My name is Vona X. I'm one of the founding partners of Unë jam një nga Produktora. partnerët themelues. Very sad I couldn't be with you in Më person vjen shumë keq today, që nuk kisha do but të we'll do our best to me do ju. it Jam from një nga here. partnerët e Produktora. Next slide, please. So we're very excited to present this proposal on behalf of Produktora. Ky propozim vjen në emër të Produktorës, në emër të arkitektëve. Faleminderit Mark që ke shkuar në Tiranë. Ky projekt është një mundësi shumë interesante për ne. Zyra jonë është në Meksik. Është një vend ku turizmi është 9% e ekonomisë. Kemi shumë përvojë me fushën e hospitality, pra të mikpritjes, është një fakt shumë interesant. Është më interesant të bësh hotele se sa të bësh zyra, kuptohet. Kemi punuar me bashkëpunëtoren tonë, Natalia Badia, e cila ka bërë shumë projekte të kësaj natyre, si hoteli Kimaja, që është hapur së kohët e fundit, hotelin Albor, një hotel me 93 dhoma. Pra, informacionin e keni, pra gjithë portofolin e keni në gjithë dokumentet tona. Unë e njoh Markun prej shumë vitesh, jemi njohur në Rotterdam, pastaj jemi takuar dhe në Meksik edhe në Los Angeles. Kemi Hera Martën, që është partneri ynë lokal, nuk do të përmend të gjithë listën e partnerëve tanë. Janë të specializuar në Rivierën shqiptare dhe ata mund të na sigurojnë marrëveshje kontraktuale me në dy vende shumë të rëndësishme, me dy toka të cilat kuptohet çlirojnë të themi të gjithë potenciali e kësaj zone. Kjo është e gjithë zona. Është një tokë interesante, është në pjesën e Adriatikut, aty ku përputhet Adriatiku me Jonin, të themi është një tokë në një zonë që janë rrugët poshtë dhe ka pothuajse akses drejt për drejt në det. Ka një projekt që do jetë zhvillimi të gjithë pjesës e promenadës publike, e cila ka qenë pjesë e çmimit Miss Vandero. Është një pjesë ku takohet, të themi në mënyrë figurative, mali me detin. Kuptohet këtu turizmi dhe bujqësia bashkohen, e gjithë kjo zonë ku është ndërtesa ekzistuese që propozohet që të ketë një kompleks luksos me 50-60 dhoma, që të ketë një fizibilitet ekonomik, ka një densitet të fuqishëm. Ne kemi punuar brenda, si thua, kornizës së ndërtesës ekzistuar. Kjo është një panoramë me përgjithshme projekte, do ta shpjegojmë në slajdet e tjera në mënyrën se si kombinohen ide të ndryshme të gjithë densiteti i cili do të jetë pikërisht brenda gjurmës së ndërtesës ekzistuese, bashkë me një qasje horizontale, pra një lidhje me panoramën e përgjithshme. Ky peizazh, kjo lidhje panoramike, krijon një lidhje me topografinë dhe gjithë këtë peizazh. Është e rëndësishme që të bëjmë dallimin, pra që të jemi të ndryshëm nga llojet e tjera të arkitekturës që janë pjesë e këtij
ose e kësaj tipologjie të ndërtimit dhe turizmit në këtë zonë. So these are in the red little circles. Me të kuqe, shikoni në të majt dy nga këto pra pjesët e tokës që themi që kemi marrëveshje kontraktuale, pra që zhvilluesi ka marrëveshje kontraktuale. Këto pjesë të tokës, këto zona janë të rëndësishme sepse këtu nuk prekim pjesën e detit dhe loti numër 1 na jep mundësi që të krijojmë një akses përmes sipër pjesës së tunelit ku jemi, dhe loti numër 2 na jep mundësinë që të kemi një prezencë në rrugën në Bregdet. Pa këto dy zona, pa pjesën imobiliare të po si kishim këto, do të ishte kaq interesante. Këtu tani e mund ta shikoni në mënyrë fotografike. Në mes shikoni pikërisht atë pjesën për të cilën është rënë dakord me investitorin dhe në të djathtë këtu në këtë pjesën e të djathtë ka disa restorante, është loti numër 2. Është një strukturë e thjeshtë tani që shikon nga deti. E kjo strukturë jep projektit ton një adresë tjetër në Bregdet, të themi, në rrugën bregdetare, por krijon gjithashtu dhe një mundësi për një restorant të dytë, të themi, që mund të përdoret jo nga klientët e hotelit, e cila do të krijojë, si thuash, një lloj fizibilitet ekonomik për projektin. Unë ju thash, kjo është një pjesë ku do të jetë një port i vogël, një liman i vogël, dhe do ketë një formacion shkëmbinj, këto shkëmbinj që futen ose zhyten, të themi, në det dhe bën një akses të mundur drejt për drejt në det. Pra, nuk mund të ketë këto lloj zhvillimesh pa këtë lloj aksesi. Këtu rritet mundësia për të pasur më shumë eksplorime, vizita me bojt jeshile, pra të gjelbër, shikoni pikërisht në të djathtë. 3 nga këto janë ndërtesa ekzistuese, kurse këto 2 të tjerat janë ato që ne do të shtojmë pas marrëveshjes kontraktuale. Këto ndërtesa ekzistuese janë ndërtesa të mira, me strukturë solide, kanë detaje interesante, por përmes përdorimit të këtyre ndërtesave, si një pikë për ta filluar, mund të përpiqemi të ndërtojmë një lloj tjetër arkitekture, e cila e bën këtë kompleks me një imazh, i jep këtij kompleksi një imazh komplet të ri. Ajo që ne bëjmë në përgjithësi është që përdorim ato që kemi, materialet që kemi, në mënyrë të drejtë për drejtë, por shtojmë disa element që bëjnë të mundur mbrojtje më të madhe nga dielli dhe krijojnë dhe më shumë vegetacion, mundësi. Kjo është një ndërtesë që është minerale dhe vertikale, ka dhe disa taraca horizontale me xham, që janë shumë interesante për pjesën bregdetare. Kjo është një lloj arkitekture me një karakter tjetër, me një dinjitet tjetër, monumentalitet tjetër, dhe kuptohet një, të themi në thonjza, personalitet tjetër. Këto kënde të ndryshme, që kanë ritme të ndryshme arkitektonike, edhe në këtë pjesë shikoni, këtu janë të vendosur pjesa më madhe, vendosura pjesa më të madhe e dhomave. Materiali që do përdoret është guri që gjendet në këtë zonë. Është një zonë shumë interesante dhe e bën këtë zonë të përfshihet si pjesë e mjedisit të ekzistues. Është pjesë e gurit tradicional, këto gur që të kujtojnë qytete apo zona apo fshatra, siç është fjala vjen Dërmiu, apo të kujtojnë ato kalat që janë pikërisht në mal sipër zonës tonë. Është një gur që gjendet në zonat lokale
në të njëjtën kohë është një përshkrim i historisë, i natyrës, i lidhjes së këtyre elementeve me terrenin. Kemi një mundësi shumë të mirë për të zhvilluar, ka, siç e tham, dhe ritme të ndryshme arkitektonike, që krijon një lloj ndërtimi me të cilin mund ta përdorësh si një lloj loje, të themi, me gurët që vendosen në formacione të ndryshme. Ka një gjithashtu një ndjesi më intime. Kemi një hotel që është më i mbyllur, nuk është thjesht vetëm shqisat e përfshira, por është edhe një element tjetër, ende elemente të tjera të përfshira. Yeah, hello everyone. Përshëndetje. Duke folur për këtë ndërtesë kryesore që ne sapo treguam, kjo do të ishte, si thua, mënyra e parë kur afrohen klientët në hotel. Kemi një plan të hapur të lobit të hotelit, ka një akses të plot. Dhe kemi një integrim të pjesës pasme, që është një nga elementet e rëndësishëm për funksionimin e duhur të hotelit. I gjenerohet një mundësi e parë për klientët dhe për të krijuar marrëdhënie mes klientëve dhe personelit të hotelit, të themi profesionale. Në tarat të kësaj ndërtese, që do ta shikojmë më vonë, kemi parë që ka një pikë shumë interesante që duket i gjithë deti, është shumë bukur, është një mundësi ku klientët mund të përdorin barin që është në tarac. Ja, po të shikoni nga kjo pamje këtu. Përse përket tipologjisë dhomave, dhomat janë plane të ndryshme, kemi kuptohet metra katror të ndryshme, për pjesën e VIP-ave kemi edhe pastaj sujta më standarde. Si do të bëjmë dallimin nga standarda tek ajo që ne njohim? Ne mendojmë që pjesa luksoze nuk ka pse të kompromentohet, por në vend që të kemi dhoma që t'jenë me shumë metra katror, mund të kemi dhoma me më pak metra katror, por që japin gjithsesi një përvojë shumë interesante për klientët. Ndoshta për shembull përdorimi i dusheve, të cilat megjithëse janë pjesë e intimitetit të dhomave, mund të jenë në të njëjtën kohë që të kenë pamje nga deti, të jenë pamje nga që mund të shikojnë, pra pa qenë të hapur për të tjerët, por ndërkaq krijon një element sikur dikush është edhe brenda edhe jashtë dhomës, pra nuk ka një element të brendshëm apo të jashtëm, shkrihet një me natyrën. Pra ky kusht gjeografik është shumë i rëndësishëm. Kemi shpjeguar dhe më përpara mënyrën se si do të integrojmë pjesën e peizazhit në këtë dizenjë, duke përdorur gjithë këto element që janë ekzistues, të gjitha hapat që kanë qenë përpara që janë ndërmarrë. Po të shikojmë këtë peizazh përballë detit, është një gjë fantastike, është pikërisht atë që ne duam të përfitojmë. Imazhi që shikoni në të majt, and on the right hand side this reference image showing how these ground retaining walls. Si kjo tokë me gjithë të ullisht dhe këtë çadër do të ndërtohet. Next slide. So there's different territories, different. Pra këto janë territori të ndryshme, programe të ndryshme. Disa janë toka të cilat janë taraca bujqësore, disa të tjera janë pjesë fermash, disa të tjerat janë ullishte. Është e rëndësishme që t'i lidhim këto në mënyrë që t'jetë një element horizontal për t'i bashkuar të gjithë këto element. Ky program ka pikërisht një synim që ta shikoj këtë peizazh me një program të vetëm, në një përvojë të vetme. Ky këtu është master plani që tregon një pjesë të programit ose një pjesë të, si themi, eksperiencave apo
aktiviteteve, është shumë e rëndësishme që këtu të ketë aktivitete. Nuk është çështja vetëm e arkitekturës, është çështja e të gjithë përvojës që i ofrohet klientëve, përdoruesve, të ketë për shembull vend për restorant, ketë hapësirë për ata që duan të bëjnë yoga, për të jetë një përzierje midis pjesës bujqësore dhe asaj të turizmit, që të ketë pikërisht ajo përvoja që të ka klientët që duan të kenë nga ferma në tavolinë. Një përvojë pra që kërkojmë të gjithë të kemi në për hotele. Kjo është e gjithë pamja, arkitektura që sipas parashikimit ton. Këtu shikoni dhe një tunel që është pjesa ku do të jetë parkimi, ku do të vendosen makinat për të dalë në pjesën e sipërfaqësore të Vlorës. Të gjithë këto mure guri nuk janë vetëm një format gjeometrik, pra me një avantazh të kësaj natyre, por bëjnë të mundur gjithashtu që kjo zonë të ruhet në mënyrë të qëndrueshme, të konsolidohet dheu, mbrohet gjithë zona nga erozioni, nga kryerjet dhe futet edhe më shumë ujë në tokë, duke mbajtur kështu nivelin e Your last 5 minutes, please. Last 5 minutes. That's good. Thank you so much. Next image. So here we see this bar with a Ky view është bari, është një bar panoramik që është kuptohet ka përpara detin. Kjo është një moment që unë e quajt si Titaniku, ku del Leonardo DiCaprio dhe është një pozicion që mund t'jesh vetëm ti në atë vend dhe vetëm ti mund ta shikosh pra, në mënyrë figurative. And Natalia, I pass it back to you. Yes, and actually, in this corner of the Në këtë copë, në këtë qoshk, këtu janë të vendosura hapësirë, këtu është vendosur hapësira publike. Këtu ftohen të gjithë të ftuarit, klientët pra të shikojnë pjesën, është një pjesë më aktive, ka më shumë fleksibilitet. Numri 5 tregon është pjesa e peizazhit, panoramës, po këtu mund të përdoret për shembull edhe për restorant, edhe mund të jetë pjesë ku dikush mund të bëjë yoga, pra një platformë për yoga. Pjesa numri 2 është restoranti me një teracë. Dhe treshi është një nga pjesët që është më e rëndësishme, që ka pjesën e fitnessit dhe spas në pjesën e poshtme dhe pastaj dhomat në nivelet e tjera. Këto janë disa nga pjesa e hapësirës, pjesa e Prishinës me një bar të vogël, restoranti i cili ka një teracë, me e gjithë kjo zonë e cila është parashikuar për shërbime wellness edhe spa. E gjitha kjo është në ndërtesën qendrore. Këto të gjitha janë pjesë e asaj që ne kemi shpjeguar. Është e gjitha me pamje nga deti, në të njëjtën kohë e bën gjithçka shumë private dhe e bën ndërtesën tepër të dallueshme. Kjo ishte. Faleminderit. Good afternoon. Thank you for Mirë dita. your presentation. Faleminderit për prezantimin. I have really two questions. The first one, I'm not dy pyetje. exactly clear how you're intervening Nuk jam the existing shumë i buildings. qartë If I se si do understand futeni correctly, kjo ndërtesa ekzistuese. you have this A do adaptive ndërtoni, reuse a do facade that lëvizni, you're sort of imposing do on the përdorni existing structure. fasadën. That's the way you do it, right? And second to E that, dyta? two different questions so I can just shut up and listen Në to you. fakt, And the second one is, looking at the overall master duke plan, pasur particularly parasysh the way that masterplanin it's shown in tuaj, the model mënyrën there se on si the screen, e keni vendosur në It maket, seems to me, në although you maketën që spoke shikojmë në about the ekran, landscape and ju the folët master për plan and the peizazhin, loop për and the masterplanin, circulation, për it still reads to me lëvizjen. as elements Megjithatë, on unë të gjitha këto i shoh disjointed si elements within a master plan. element So të maybe that's veçantë the way I brenda read it in my masterplanit. opinion. Maybe that's what the way you Mbase wanted nuk me e to do it. If kuptoj you could unë talk saktë, about the mbase master juve plan keni aspects dashur of ta it, bëni and if kështu. there was an intention of making it all sort of a comprehensive Në varësi se keni të dashur të landscape ndërtoni / user të experience. të këtij peizazhi, a mund të na shpjegoni pak më qartë? Faleminderit për pyetjet. Natalia, ndoshta
Mund të na tregoj edhe një herë masterplanin? Ne në fakt folëm me Markun edhe gjithë skuadrën tonë. Vilat janë shumë interesante, kanë dhe një strukturë të mirë, por ne kemi punuar shumë me turizmin dhe këto vila që me tarac horizontale, këto taraca, këto lloj panorama janë të rëndësishme për histori të suksesshme arkitekture. Por në fakt, tani nuk duan më këto lloj strukturash horizontale. Tani kërkohet një strukturë e veçantë arkitektonike që tjetë diçka që të tërheq njerëzit, që të vinë ka stile për të qëndruar në këto lloj strukturash. Kështu që ne u morëm pikërisht me këtë elementin e perceptimit dhe përvojës së këtyre vilave në një mënyrë tjetër për të parë se si do futeshëm këto element të rinj, marrëdhëniet mes pjesës së brendshme dhe pjesës së jashtme, që mendoj që janë fakt shumë interesante. Keni të drejtë, edhe në render, edhe në maket, nuk del edhe aq qartë se sa do të donim ne që të integroheshin këto gjëra. Prandaj po ju tregoj edhe një herë masterplanit. Është e rëndësishme që në këto projekte ne të kemi më të qarta elementet topografik dhe mënyrën se si ato lidhen në ndërtesën ekzistuese. Mendoj që do të jetë një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj zone. Këto vilat ekzistuese kanë pikat e tyre të fillestare, kanë dhe muret e gurit, të cilat ne mund t'i përdorim si pikat e nisjes, të themi. Can I just ask a more Në fakt kam një pyetje tjetër, faleminderit për prezantimin. I think just a more basic question. Është një pyetje në fakt më bazike të themi, sepse jeni edhe të parët. The existing buildings are Ndërtesat in this drawing ekzistuese labeled 2 and 6. janë 2 dhe 6? Jo, And janë 5 as 6 well. dhe 5. Okay. And then the buildings labeled 3 and 4, if I'm 3 dhe 4, understanding correctly, nëse e kuptoj unë are mirë, unique to your team Janë because your janë promoter tuajat, has sepse signed a deal on these? Or? juve keni një marrëveshje për këto ndërtesa? Po, është ndërtesa 11 që është në pjesën, është një restorant në rrugë dhe ndërtesa dhe pika 4 të themi, është një ndërtesë ekzistuese. Kjo është një ndërtesë shumë interesante sepse është mu në maj të themi të Kodrinës. Ka një pjesë qendrore. Ato vijat me blu të ndërprera që shikoni në maket, janë pikërisht aty ku mbaron terreni. Është në fakt një tokë të themi e ndërlikuar, ka zona ku mund të ndërtosh, ka zona ku nuk ndërtohet, ka një sër komplikimesh nga pikpamja urbaniste. Ne mund të ndërtojmë vetëm brenda gjurmës së ndërtesave ekzistuese, por kuptohet çdo pronar hoteli e di që duhet ketë një hapësirë të caktuar, një numër të caktuar dhomash, në mënyrë që të ketë vlerë ekonomike e ndërtimi. Okay, and last question, the heights, the number of stories, it stays the same, katet is that true? do jenë aq sa është tani? Do ketë një tarac, por jo, nuk do të preken, pa aq kate sa është aktualisht. Okay, thank you very much. Thank you for your Faleminderit presentation. shumë, faleminderit për prezantimin. Zonja dhe hyjmë me paraqitjen e dytë të projekt propozimeve. Do ndjekim 20 minuta prezantim dhe më pas 10 minuta pyetje përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skemë për prezantimin e saj skuadrën e përbërë nga 2A Group, Praktika, Berkeley Cruise, Farm Architects, RSR, Fatjon Saliu dhe Swiss Diamond Hotel. Hola.
Well, members of the jury, thank you for your time and attention. Faleminderit për vëmendjen. Prap. We're here again. My partner, Mr. Ramon Sierra, and myself, Jemi këtu. Members of Practica. Jemi antar të Practica, por në fakt duhet që të vlerësojmë punën e të gjithë arkitektëve nga Lima, nga Peruja, nga Barclay Cruz, nga Tharm Architects dhe nga Spanja, nga Sevilla RCR dhe Fation Saliu dhe grupi 2A dhe operatori nga Zvicra, Swiss Diamond Hotel. Do fillojmë prezantimin ton me këtë pamje. Në këtë pamje kaq të bukur, që në fakt nuk është aq e bukur sa në të vërtetë është vendi. Është një vend që karakterizohet nga dy element, nga deti Adriatik dhe nga një topografi që është shumë interesante, që të bën të mendosh sikur je ulur në një balkon. Në jug të Tiranës, në jug të Shqipërisë, ka shumë vlera, ka shumë destinacione turistike, një zonë që është shumë mirë e lidhur, Vlora ka një port, ka një sistem shumë të mirë rrugësh, lidhet shumë mirë me Tiranën, me qytete të tjera, dhe aeroporti që do të hapet shumë shpejt. Pra, duke punuar me këtë projekt, kemi një pyetje. Si mund të ndërtojmë një butik hotel në këtë vend unikal, në një vend ku mikpritja është pjesë e pashkëputur e kulturës. Këtë duam të tregojmë. Si fillim të flasim pak për vendin. Ky është vendi. Këto janë ndërtesat ekzistuese me ngjyrë të kuqe dhe kemi punuar brenda asaj që kemi brenda gjurmës së këtyre tre ndërtesave. Kuptohet në këtë zonë kemi disa sfida, ndërtesat nuk janë të lidhura me njëra tjetrën, nuk ka lidhje të qartë me rrugën dhe brenda detit. Është afër, po dhe shumë larg në të njëjtën kohë. Strategjitë kryesore që kemi sjellë si thua në tavolinë si në projektet më parëshme janë tre. Ruajtja e kujtesës, vlerat e ndërtesës ekzistuese, integrimi i të gjithë skemës në të gjithë të panoramë dhe një mendim se si do të jetë kjo strukturë në të ardhmen. Kur flasim për memorien, për kujtesën, sigurisht që duhet të bëjmë një analizë të kontekstit, të topografisë, e cila ka një vlerë shumë të madhe, dhe të vetë ndërtesave për të kuptuar se cilat janë atributet. Por kuptohet duhet të kthehemi edhe kohës, si thrasim kujtesës. Të gjithë ne kemi të qartë që Shqipëria po kalon, si që flasim tani, ky identitet që po krijohet, lidhet shumë me mjedisin, me arkitekturën, dhe kjo duhet bërë duke marrë në konsiderat dhe duke u bazuar tek këto ndërtesa historike, siç ka ndodhur dhe në të kaluarën. Ne i kemi parë këtë ndërtesë ekzistuese, ka disa sfida, është në kushte jo të mira, të themi, është shumë opake, po kuptohet ka dhe disa atribute. Kjo ndërtesë është ndërtesë e një kohe të caktuar. Pra i përket një periudhe nga vitet 60 dhe vitet 80, ka një sistem taracor që krijon të gjithë këtë lidhjen me jashtë, duke krijuar dhe një lidhje me horizontin, është një sistem ndarjesh horizontale, e cila krijon një lloj kornize për këtë peizazh. So with that in mind, we went from the building that you see to the right. Nga ndërtesa që shikoni në të majt, kaluam në ndërtesën që shikoni në të djathtë. Eliminuam ato element që nuk janë esencial dhe ruajtëm
pjesën horizontale, pra shtresat horizontale, duke i dhënë atyre më shumë rëndësi, duke i dhënë më shumë, si thua, potencë. Pra nga një ndërtesë që ishte në të kaluarën, pikërisht në këtë që shikoni tani, që ka të njëjtat dimensione me atë ekzistuesen, që krijon një marrëdhënie me shkallën njerëzore, që një ndërtim që kërkon të krijojë dhe të bashkojë peizazhin faktik. So the second strategy of our proposal here is to integrate the landscape and the architecture. Nuk do të ishim të interesuar për të parë ndërtesat të objektet, për të krijuar një sistem që përfshin të gjithë dhe bashkon territorin dhe natyrën. Neve qënë të detyruar të shikojmë këtë lloj strategjie, këtë që kemi këtu pikërisht në këtë teren në Vlorë. Kemi një zonë fakt që është shumë interesante, për shkak të faktit që është pikërisht në pragun, se të them në pikën kryesore të lidhjes me detin. Është një gjë shumë interesante, që në fakt këtë e gjen në të gjithë bregdetin e Mesdheut. Por, është shumë interesant si pikë, sepse të duhen të merresh me dy ekstreme, nga njëra anë është pjesa e detit, dhe nga ana tjetër është pjesa e topografisë që ka të bëjë me malet. Për të përgjigjur pikërisht kësaj tipologjie dhe për t'i dhënë një zgjidhje asaj, pam disa precedent vernakular në të gjithë Mesdheun. Dhe erdhëm në këtë koncept shumë interesant të tarracave natyrore. Tarracat kanë dhënë të mundur në të gjithë botën dhe në të gjithë Mesdheun gjithashtu për të kolonizuar, të themi, zonën në kuptimin figurativ dhe për ta ndërtuar atë, duke marrë në konsiderat gjithë këto element. Ne u përqendruam te kjo zonë duke parë atë si një përmbledhje të objekteve të ndryshme të shpërndarë në të gjithë territorin dhe filluam ta mendojmë si një strategji të unifikuar për të, në thonjza, kolonizuar të gjithë këto element për ta sjellë atë në një gjuhë të përbashkët dhe duke u bazuar te kjo panoramë. Ky sistem tarracor është një sistem që nuk ka një limit të saktë të qartë mes ndërtesës dhe peizazhit. Këto krijon një lidhje mes programeve të ndryshme dhe elementeve të ndryshme të projektit, janë si platforma që bëjnë të mundur që të krijojnë disa kopshtije, disa nivele dhe shtresa nga mund të shikohet peizazhi në nivele të ndryshme, lidhet ndërtesa përmes këtyre rruginave interesante, të cilat janë në nivele të ndryshme. Nga ndërtesa origjinale, pra fillestare, themi, ka një strukturë të cilën ne kemi ruajtur, edhe po kështu dhe formën. Përmenda pak më përpara elementin e shtresave horizontale, që na duket shumë interesante nga skema fillestare, dhe profili, këtë pjesën me tarraca, pra që vjen shtres ma shtrese dhe që do të replikohet me tarracat që janë pjesë e këtij projekti. Këto janë të gjitha disa shtresa, ka një ritëm të caktuar dhe një profil caktuar që e shikon nga të gjitha këndet. Pra, neve na duket si diçka që vazhdon, jo si copëza të ndryshme që janë të shpërndarë në gjithë territorin. Të gjitha këto shtresa horizontale na japin mundësinë që të krijohet ideja e të kaluarës, por dhe lidhja me të tashmen dhe me të ardhmen. Pra një vështrim drejt infinitit, drejt pafundësisë, drejt detit. Tarracat kanë modele të ndryshme të bimësisë, duke pasur parasysh këto modele, të cilat kanë të bëjnë me nivelin e detit dhe me distancën.
Pra, për shembull, në grupe të ndryshme ka kritere të ndryshme dhe në nivele të ndryshme ka bimësi të ndryshme në varësi të biodiversitetit, pra ka një lloj gradienti të themi, një lloj ngritjeje apo zbritje nga më e ulta deri tek më e larta. Pra ka një lloj gradienti ekologjik nga deti drejt malit. Këtu mund të shikoni se si është pikërisht ky motiv i ndërtesës ekzistuese me këto shtresat ekzistuese që janë pjesë e të gjithë kësaj ndërtese që krijon këto lloj të themi xhepa vegjetacioni me këtë gradient të ekologjisë dhe që krijon këtë lloj platforme. Këtu në këtë plan, në master plan, shikojmë sistemin e taracave dhe kemi një mur mbajtës të themi që bën një organizim të themi të gjithë zonës, të gjithë perimetrit dhe organizon dhe vetë ndërtesat, gjithë programin, gjithë hapësirën. Kemi 3 gjëra që janë brenda ndërtesave ekzistuese me të kuqe. Ajo më e madhja është në maj, janë të gjitha hapësirat e hotelit. Këtu përfshihen të gjitha elementet e hapur, të gjitha këto që kanë po kështu dhe hapësirën për gjimin, për pjesën e fiskulturës, pra dhe të fitnessit. Këto programe të ndryshme na bëjnë të mundur që të kemi një lloj qartësie mes modelit që ka të bëjë me funksionalitetin e të gjithë kompleksit. Ky kompleks është një funksion i përditshëm, pragmatik, për optimizimin e mirëmbajtjes së kompleksit dhe në bën të mundur që të bëhet një dallim të nivelet të ndryshme të aksesit në këtë ndërtesë. Pra kemi aksesin hyrjen kryesore në hotel, këtu kemi aksesin që futesh tek pjesa që kanë bërë me pishinën dhe gjimin, dhe kjo është pjesa e restorantit. Një pjesë e ka për klientët e jashtëm, një hyrje, një e ka për klientët e hotelit. Pra këtu kemi dhe ndallimet të ndryshme dhe hapësira të ndryshme, me të verdh është pjesa për klientët, kurse tjetra është për pjesën e hotelit. Kurse ajo pjesa me blu është për stafin e mirëmbajtjes. Koncepti i tretë, që është pjesa e strategjisë, është pjesa e përvojës së mikpritjes. Pra njerëzit kur vinë këtu në hotel, çfarë marrin si përvojë? Ndërtesa kryesore e hotelit do ketë të gjitha dhomat, bashkë me zonat e përbashkëta, hapësirat e përbashkëta, ka hapësira të gjelbra, ka taraca në çdo kat, dhe pastaj në maj lart ka një rooftop, një taracë të përgjithshme për të gjithë klientët e hotelit. Në katin e parë janë zonat e përbashkëta, pjesa ku hahet mëngjesi, recepcioni, bari, dhe shikoni si bëhet hyrja nga mbrapa, dhe kështu mund të kalosh të gjithë katin derisa futesh në obor, në një si kopsht të vogël, dhe shikoni se si del drejt e në det. Pra kemi një volum të tërë që ka të gjithë elementet topografik dhe të çon drejt hapësirës ku është deti, pra ku ti shikon detin. Dhomat janë kuptohet të madhësive të ndryshme sipas standardeve të hotelerisë. Të gjitha kanë taraca të jashtme private për secilin nga këto dhoma. Shikoni pra se kanë këto taraca të vogla, gjithandej ka vegjetacion, ka bimësi, është në nivel horizontal dhe kjo nxjerr akoma më shumë në pah të gjithë këtë vlerë, si të thuash, duke e bërë atë pjesë të pandarë të zonës ku është e vendosur. Kjo është planimetria për pjesën e shërbimeve, është në pjesën
këtu ku janë restorantet, që është përballë. A kind reminder about your time, 5 minutes left. Keni dhe 5 minuta kohë, ju lutem. Ky restorant është i hapur për klientët e hotelit, por edhe për klientët që vinë nga jashtë dhe që duan të hanë një drek apo një darkë në hotel, në restorantin e hotelit. Kjo pjesë tjetër, kjo ndërtesë tjetër ka pjesën e pishinës, po ka dhe gjimin edhe span. Të gjitha këto element kanë për qëllim që t'jenë pjesë e gjithë i horizonti, edhe është pjesa e më panoramike, të themi. Ky është i gjithë sistemi, është gjithë planimetria, por dhomat. Këtu kemi master suitat, suitat deluxe dhe suitat që janë quhen grand suite, që janë kuptohet për klientë që janë VIP, pra klientat VIP. Me aeroportin e ri, ne mendojmë që do të ketë klientë ndërkombëtar të niveleve të rëndësishme. Tirana e ka treguar që ka një potencial shumë të rëndësishëm për turizmin, por dhe për vizitat të pushtetarëve të shteteve të ndryshme. Pra, qëllimi është që të ketë ky ndërtim hapësira dhe mundësi që të ketë këta klientë të kësaj kategorie. Kjo është një nga pamjet e suitave deluxe. Kjo është pamja, është një pamje spektakolare e jashtëzakonshme me vegjetacion e cila hyn në ndërlidhje të themi me territorin. Kjo video është një përmbledhje e gjithë projektit. Pra ndërtesa, integrimi i të gjithë peizazhit dhe arkitekturës. Është një përvojë e jashtëzakonshme. Thank you very much. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte shumë interesante. Kam një pyetje për sa i përket shkallës së taracave dhe lidhjes me lëvizjen. Më duket, kam përshtypjen që këto taraca janë më shumë një referencë arkitektonike, por në fakt shembujt që ju përmendët ishin shembujt e një shkalle të peizazhit. Doja të dijam, sepse duket sikur ka dhe një lloj mënyre që edhe qarkullimi bëhet larg këtyre taracave, pra jo përmes tyre. A mund të na shpjegoni pak çfarë vendimi keni marrë për ndërtimin e shkallës dhe marrëdhënies me peizazhin që kanë këto? Pyetja e dytë është, më duket interesante se ju folët për një kontekstin e zhvillimit përtej kësaj ndërtese. Aeroporti kuptohet që do të japë zhvillim Vlorës. Ky kontekst në fakt mund të jetë duke u rritur, jo duke u ulur për sa i përket shkallës. Nuk e di se si do ta ndikoj kjo në kontekstin tuaj. Për sa i përket këtyre kushteve. Faleminderit për pyetjen. Në fakt, për sa i përket pyetjes së parë, është një koment shumë i saktë që keni bërë. Gjuha, të themi, e taracës ose mënyra se si përdoret taraca, së pari është një referencë e një mënyre vernakulare që trajtohet kodra në një territor që është një vazhdimsi i kodrinës, por
Ka dhe një koncept tjetër që ka të bëjë me referencën historike të ndërtesës. Donim që t'i bënim një përputhje këtyre të dyve, duke krijuar një harmonizim për sa i përket kontrollit të peizazhit, duke ruajtur si thua interesin e shkallës për këtë ndërtim. Mund ta shikoni sistemin terracor se duket, po kuptohet që është e ndryshme nga shkalla arkitektonike që ju përmendën. Dhe kjo na çon pikërisht në strukturën moderniste të këtij ndërtimi. Për sa i përket pyetjes së dytë, unë kuptoj atë pyetjen që ju keni për sa i përket rritjes në të ardhmen, zhvillimit kësaj zone me aeroportin në kështu me radh. Një nga aspekt që ne kemi marrë konsiderat për të kontrolluar pikërisht dhe për të mbrojtur ndërtesën nga të themi zhurmat që do të vinë nga jashtë, kemi ndërtuar zona mbrojtëse, të cilat do të jenë sidomos në pjesën lindore, që do të jenë që do ta mbrojnë këtë ndërtesë. Megjithatë, nuk jemi të shqetësuar për këtë element në veçantë për zhvillimet në të ardhmen, sepse po shikojmë pikërisht këtë, si thua, këtë panoramë dhe këtë projekt nga ky këndvështrim. Por ky është një përvojë që është një përvojë e brendshme të themi, është një lidhje me horizontin, me detin. Pra, kjo pjesa tjetër është pjesa që është mbrapa, nuk ka lidhje me pjesën që ne kemi përpara, pra nuk do ketë ndikim të themi negativ. Faleminderit për prezantimin. Më pëlqeu shumë prezantimi. Është shumë e qartë mënyra se si e keni prezantuar dhe kuptoj se çfarë dëshironi të bëni si arkitekt. Kjo ide e bashkimit të dy ndërtesave në diçka më infrastrukturore në një ndërtesë që është më mbështetje për peizazhin më shumë se sa ndonjë program specifik. Po mendoja që nëse kjo strategji mund të kishte qenë pak më radikale, të themi, sepse në imazhet e fundit shikojmë dy ndërtesa që janë qartësisht të dukshme. Mënyra se si e prezantoni itinerarin dhe murin rrethues, juve përdorët fjalën kolonizim në thonjza, nuk e di nëse është mënyra e dur për ta paraqitur këtë itinerar mes këtyre dy ndërtesave. Nëse programi për shembull dy këtyre ndërtesave të kishte qenë i ndarë, po themi, dhe për të qenë komplet që të këto dy ndërtesat mos jenë aq të dukshme për t'i dhënë të gjithë vëmendjen peizazhit, pra për t'i zhdukur në thonjza këto ndërtesa dhe për të dukur vetëm peizazhi, për që peizazhi t'i rrethoj. Ka këtë lloj pikërisht këtë lloj ideje. Ne kemi punuar, kuptohet, me gjitha ato gjëra që na janë kërkuar, na është kërkuar që të qëndrojmë te konturimi aktual faktik i kësaj ndërtese dhe gjithashtu na është kërkuar që të jemi në përputhje me këto kate që janë aktualisht në ndërtesë dhe kemi punuar me këto parametra, pra pa e humbur, si të themi, atë ambicje për ta zgjeruar më tej. Megjithatë, këto janë gjëra që mund të integrojmë, është pjesë punës arkitektonike që mund të bëjmë në vijim bashkë me peizazhin, me një strategji që, siç e përmendët ju, mund të jetë me më shumë fokus tek infrastruktura. Dhe kjo ka qenë pikërisht pjesë e parametrave të konkursit. Ne, në fakt, nëse mund ta kishim të gjithë tokën, mund ta përdornim, kuptohet, në një strategji tjetër, por
me këto kushte që kemi, po punojmë. Faleminderit për prezantimin edhe për të gjithë projekti DEN. Është një gjë shumë interesante, është diçka kohezive, më pëlqen shumë. Më pëlqen sensi i shkallës. Më pëlqen fakti që densiteti është i fuqishëm i bimësisë. Folet për taracat, pra mund të shikohet fare qartë peizazhi, deti. Por në fakt jam dakord që nëse kjo do kishte qenë më vertikale, gjithçka do kishte qenë më interesante. Jo jam e sigurt që juve tek pjesa e projektit juve i bëni shumë mirë këto element. Më vjen keq që po e bëj këtë pyetje në fakt se është shumë e detajuar dhe shumë teknike. Por pjesën e peizazhit dhe masterplanit u mbulua. Por është një pyetje shumë e rëndësishme që unë dua ta bëj. Është ky xham që vjen në mënyrë konkave. Por në fakt kjo është pak me risk. E kemi propozuar ta bëjmë këtë lloj xhami konkav, sepse ka deformacion të themi viziv dhe nuk e di përse keni zgjedhur këtë xham, sa varet kjo në projektin tuaj. Po, është pyetje specifike në të vërtet. Do përpiqemi t'ju japim përgjigje me aq sa mundemi. Ne menduam që ishte interesante të përfshijmë këtë element gjeometrik si kontrast me gjeometrin horizontale ekzistuese. Kjo na bën të mundur që të bëjmë disa gjëra. E para të sigurojmë një lloj privatësie mes domave nga dhoma në dhomë, sepse me këtë lloj gjeometrie ne krijojmë një lloj tarace me xhepa të ta quajmë. Është e rëndësishme që të ketë një lloj sistemi të themi reflektimi si kaleidoskop. Në një farë mënyre ne menduam që do të ishte një element tjetër që do t'i shtohej kësaj godine, por që kontribon në të njëjtën kohë në të totalin e skemës. Keni ndonjë shqetësim për sa i përket deformimit të themi të panoramës dhe reflektimit? Unë mendoj që kjo është në fakt një pjesë e planeve, e planimetrisë edhe skicave. Më vonë do ta shikojmë se si do ta shohim këtë pjesën e xhamit. Nuk do ta sjellim me një herë, se nuk do të vi xhami një copë e tërë, por do ta shohim dhe do ta ndajmë, mund të jetë në 3 pjesë të ndryshme, pjesë më të vogla, pra në volume do punojmë në volume më të vogla, që të kemi mundësi të hapim fasadën. Ka dhe një qasje më pragmatike e cila kërkon të krijojë këtë lloj taraca me xhepa taracash, që është një sistem interesant, por është e rëndësishme që të shikohet se si do jetë kjo fasadë lineare, si do të dalin në fund të fundit. Dhe kjo është diçka që ne po e shikojmë për të ardhmen kur të jetë pjesë e projektit. Përmendëm pjesën e kaleidoskopit. Dhe ky është një nga elementet që do ta shohim me kalimin e kohës kur të vijojë projekti. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen. Thank you very much. Zonja dhe zotrinj, vyejmë paraqitjen e tretë të projekt propozimeve. Do ndjekim 20 minuta prezantim dhe më pas 10 minuta pyetje-përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skemë për prezantimin e saj skuadrën e përbërë nga Blue Horizon 2025, EMBT Architects, Melia Hotel International. Yes, sorry. Good morning everybody. And we are very happy to be here. Jemi shumë të kënaqur që jemi sot këtu, është një forum fantastik. Nuk është vetëm konkurs, por ne dhe diskutojmë me njëri tjetrin, diskutojmë për arkitekturën. Mendoj që është diçka e jashtëzakonshme, një mundësi shumë e bukur. EMBT, Stefani, Joanna
dhe artisti i cili Adrian Vescovi nga Franca dhe përfaqësuesit e grupit Melia. Të gjithë jemi këtu bashkë në këtë projekt. Unë do doja të filloja të shikojmë si fillim, si e shohim në këtë projekt, si e shohim historinë. Dhe kemi dëgjuar sigurisht më parë për të kaluarën, që e kaluara mund mos jetë ideale, mund të mos jetë një e kaluar që na pëlqen me probleme. Ky është Hamburgu. Shikoni Hamburgun si ka qenë dikur. Dhe pikërisht ajo që ju propozoni, dhe ajo që është historia, pra që kërkoni të krijoni dhe njerë nga e para, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Pra, çfarë duam është diçka që nuk ka të bëjë vetëm me arkitektët. Kjo është Maria Magdalena, është një skulptur e Donatellos. Maria Magdalena është në shkretëtir, është martire, është trupi i saj është shkatruar nga dehidratimi, floku është i gjithë imbuluar me balt, por ky është një imazh i jashtëzakonshëm i dëshirës për të eliminuar pasionin, për të hequr nga brenda vështirësitë. Pra, ato që na bëjnë neve njerëzor. Çfarë është kjo? Largimi, heqja e problemit. Në një traditë tjetër, këtu jemi në Tibet tani, kjo është statuja e një shenjti të Tibetit. Këtu shikojmë një situatë tjetër, këtu kemi ar është një gjë jashtëzakonshme, një format fantastik me sy të jashtëzakonshëm. Pse? Sepse pikërisht pjesa e asaj që quhet pasioni i njeriut është me një i parë në një këndvështrim tjetër totalisht, është transformimi dhe integrimi. Pra, transformimi është një gjë e jashtëzakonshme. Tregon pikërisht atë që ne ndoshta nuk na pëlqen, e dim që nuk e duam, diçka e vështirë, shumë e vështirë që ta gëlltisim, siç themi në mënyrë figurative, dhe mua më ka bërë shumë përshtypje transformimi që ka ndodhur në Tiranë i piramidës. Shikoni piramidën, transformimin e kësaj piramide, transformimin e jashtëzakonshëm i një simboli, i cili ka qenë ndoshta shumë i vështirë, me shumë ndjesi, dhe është kthyer komplet në diçka tjetër, në një pikërisht ndryshim të mentalitetit, jo duke e fshirë të kaluarën, duke e mbajtur atë. Shikoni këtu, kemi të njëjtën ndjesi. Futesh në këtë vilë, në një vilë rezidenciale që më përpara ka qenë vila e një ish kryeministri. Shikoni çfarë pamje fantastike, çfarë hapësire fantastike. Por Stalini të pret, sa po hyn, është me një makinë e cila ndoshta është përdorur dikur, dhe ke dhe Leninin i cili qëndron poshtë një peme. Pra, kjo është diçka e ndryshme, diçka që është në fakt edhe me nota dhe doza humori. Ajo që ka rëndësi është qëndrimi. Çfarë qëndrimi mbajmë ne ndaj diçkaje? Kur erdhëm në këtë hapësirë, ku kishin qenë dikur rezidencat qeveritare, pash këtë transformim të këtyre rezidencave në diçka që është komplet e ndryshme fare nga ajo që ka qenë, pra një vend që ka një hotel, që do të ketë pra një hotel ku do të vinë persona VIP, ku njerëzit do të ndjehen shumë mirë, është një gjë që ka të bëjë me mënyrën se si e merr në konsiderat gjithë këtë histori dhe se si doni ta transformoni atë. Pra, shkuam aty, e pam këtë vend, pam ato ndërtesat. Po, këto ndërtesa kuptohet viteve 60, që nuk janë edhe aq të rehatshme, por gjithçka është aty, mobiljet, perdet, edhe zonjat që kanë shërbyer dikur. Këto dy zonjat që shikonin fotografi vazhdojnë aty, punojnë
janë alamet zonjash, janë gratë shumë të lezetshme, kujdesen për çdo gjë, për çdo element të kësaj ndërtese, që do të thotë që e kaluara nuk që nga dhe ka që e kaluara që nga e tashme. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme për të pasur dhe një qëndrim të duhur për transformimin dhe çfarë do pranojmë dhe çfarë nuk do pranojmë. Pra, ose çfarë do lëvizim, të themi. Për shembull, pjesa e pllakave, shtresa e pllakave, që mendojmë që kjo është diçka shumë interesante, shumë e bukur, speciale. Menduam që një pjesë e tekstilit, një pjesë e këtyre që mund të riinterpretohen, një pjesë e qilimeve mund të shikohen pra me një lloj formati të tjetër të ri, pra kemi një imagjinat që kjo ndërtesë të qëndroj, po diçka i ndodh, diçka ndryshon për të lëvizur gjeometrinë dhe për shembull mund të punojnë me sixhadet, me qilimet. Kjo na bëri të mendojmë që është e mundur që ta mbajmë këtë ndërtesë në rezidencë qeveritare, duke i dhënë asaj duke i bërë një transformim, një ndryshim. Kjo është një gjë që ka ndodhur në projektet të tjera që ne kemi pasur, një projekt, për shembull, në një vilë që ne e kishim dikur dhe që shiko si e kemi ndërtuar nga e para, pra kemi një thyrje të themi të gjeometrisë të mureve ekzistues, pra se nuk ka mënyrë tjetër për të i sjell ato, për të ndryshuar dhe filluam të krijojmë një model, të themi, ose një maketë të vogël, një maketet që ju keni o këtu mbi tavolinë o poshtë në hyrje, për të kuptuar se si ta bëjmë këtë lloj kalimi, të themi, këtë lloj transformimi. Unë mendova për një artist që ne e dinim, e njihnim, i cili ka punuar me tekstilin. Tani po ju prezantoj Adrian Vescovi, i cili është artisti. Faleminderit të gjithëve që më prezantuan dhe që më bën pjesë të këtij projekti për të vendosur një element poetik në këtë projekt. Unë merrem me ngjyrat, me gjeometrinë, midis pjesës abstrakte dhe arkitekturës, por në të njëjtën kohë dhe i bëj thirrje kujtesës. Ja, shikoni këtu, unë punoj me ngjyra minerale. Ja, ky është një model që shikoni. Një model për ta kapur me dorë, për ta prekur me dorë materialin. Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Për këtë projekt, unë doja ta sillja si një fustan, të themi. Një fustan të dikujt që lëviz nëpër dhoma, Unë punoj me ngjyrat, ja, shikojni, po ja u lë dhe këtë blok. Këto janë skicat e fundit që unë kam bërë gjatë rrugës dhe gjatë udhëtimit, mbi bazën e atyre që kam parë. Këto janë ato të fundit, dhe doja t'ju tregoj edhe këtë në fakt, këtë kanavac të fundit. Ja, kjo është kanavaca. Mund ta shikoni. Pra kjo është pjesë e rëndësishme e historisë, që është pjesë e rëndësishme e projektit. Pra materiale, tekstilet.
Kështu është sikur fryn era. Kjo është pjesa e artit dhe në fakt është një mënyrë fantastike për të futur pikërisht këtë kalim. Pra nuk është diçka që është vetëm fizike, pra diçka arkitektonike, dritare që lëvizin, por edhe një pjesë e artit dhe një mundësi jashtëzakonshme për të punuar me ngjyra dhe me futjen e këtij elementi të tekstilit në një arkitekturë ekzistuese. Kjo është ndërtesa ekzistuese dhe tani kemi futur këto dritare, të cilat janë që si të shkërjon një lloj thyerje mes këtyre mureve, duke ruajtur të njëjtën strukturë si që kemi, si që është aktualisht, dhe kemi futur tashti një pishin, një pergola, bashk me mundësinë për të futur dhe disa element të tekstilit, të kanavacës që sa po e shikojmë këtu, pra jemi të hapur për mundësinë që këto t'i fusim në mënyra të ndryshme dhe në vende të ndryshme dhe materiale të ndryshme. Weak point. I think this is better. So this is the Pra kjo është the main floor of ky është kati kryesor, themi, i ndërtesës. Kemi respektuar pak a shumë vilën dhe kemi futur pjesën e ashensorit, hyrjen me ashensor. Edhe pjesa e terenit që që të shon drejt pishinës dhe që krijon gjithë hapësirën publike dhe mundësinë që të jetë kjo vilë e rrethuar, të themi nga ky tekstil, nga këto kanavaca, që mendoj që mund të përdorim për këtë qëllim edhe me tekstilin, pra me materialin e perdeve që është aktualisht, ose që janë aktualisht në godin. Është në fakt shumë interesant, përdorim të njëjtët mure të vilës, por efekti është që ka një lloj transformimi, do të ketë një pishin tjetër, do ketë një lidhje me atë pishin që ka pas përdorur dikur vetë drejtuesi i vendit në atë kohë. Këtu kemi një taracë e cila është e vetmja strukturë që ne kemi shtuar në vilë, është një strukturë që krijon një lloj suite të veçantë, një taracë të veçantë që prek në fakt shumë pak ose pothuajse sprek as pak këto pjesa të tjera të ndërtesës, duke futur një ngjyrë që është shumë interesante, që është një nga ato temat që përdor Adriani në pikturat e tij në pjesën e brendshme. Gjithashtu kemi menduar që të vendosim disa perde ndoshta apo disa pjesë të artit të tij, që nuk janë piktura, po janë ndërtime me tekstil. Pra është një art tekstili, që kjo është një gjë shumë e bukur dhe shumë e rëndësishme, dhe pjesa e arkitekturës pastaj ka të bëjë me dritaret, me prekjen e tyre, me përzierjen e tyre me peizazhin, pra lidhjen e tyre me peizazhin, duke krijuar një lidhje më natyrore me mjedisin dhe duke ndryshuar atë ndjesinë, të themi, e pjesës së brendshme të kësaj vile. Dyshemeja do të jetë po kështu, do përdorim pllakat ekzistuese, do gjej mënyrë për t'i ndryshuar nga një vend në tjetrin. Këto janë disa imazhe të hapësirës publike, si do të duket, dhe disa detaje të mëtejshme të
pamjes, pra si do duket kjo vilë, që me pak ndryshime do të kthehet diçka tjetër. Në vilën numër 2, po ndryshojmë pjesën që ne nuk e kemi shumë qef, por që na do të punojmë pikërisht me të njëjtën ndjesi për transformimin, për të krijuar një pishin këtu për të ndosur midis dy këtyre vilave, e cila nuk është po kaq e rëndësishme sa ajo e madhja e para, me më pak histori, nuk ka ndonjë histori të konsiderueshme, kështu që këtu mund të jemi pak më fluid të themi me këto element, me seksionin e ri që ka pjesën e sipërme që bën lidhje me pjesën e sipërme, duke bërë këtë shumë të rehatshme, duke krijuar këtë lidhje, duke bashkëpunuar me Adrianin. Kemi shumë pak kohë në dispozicion, e di. Kjo është vila tjetër, vila numër 3. Kemi vetëm të njëjtën qasje, duke parë këtë transformim, duke parë pikërisht këtë peizazh, duke futur këto elemente të vogla, këto lëvizje, këtë art me shumë ngjyra në formën e një arti të fushës së tekstileve, i cili mund të përdoret në të jetën e përditshme të kësaj, dhe përditshmërinë e kësaj vile. Mund të shihni pjesën e brendshme këtu, është dritarja, e cila përbashkon aty dhe ndryshon gjeometrinë, përplanon në të njëjtën kohë edhe tavanin e muret të cilat janë aty tashmë. So we have an attitude which is similar. Kopshti këtu është diçka e ngjashme, kemi realizuar me Laura Gattin që ka punuar së bashku me ne në këtë projekt. Peizazhi ekzistues është mjaft i rënuar, por nuk do të këmbgullim të bëjmë ndryshime në këto hapësira që janë mjaft historike dhe janë të përdorura shumë nga, apo kanë qenë të përdorura shumë nga përdoruesit apo ishut Hejsi që este në këtë kopsht, që lidh shtëpinë e madhe dhe atë të miqve, po kështu edhe pishinën e vjetër. Do të ketë vetëm gjëra të vogla, ndoshta një mbjellje, një rimbjellje bimësh, e po kështu edhe mund të vendosim bimë të veçanta në pjesë të vilës, ndoshta kem kumbulle, por duam që të jetë e shndrueshme, duam të ruajmë bimësinë autoktone, natyrisht me lule dhe me një atmosferë më të gëzuar përreth. Pishina e ishut Hejsit do të ruhet dhe mund të bëjmë ndonjë ndryshim duke ndryshuar ngjyrën fundore të saj. Duhet ju prezentoj Ana Jong tani, që është po kështu nga Spanja, nga Melia, dhe ndoshta ajo do t'ju shpjegoj paksa sepse janë partneri i përkryer për këtë projekt. Shumë shkurtimisht, si Melia do të propozonim si për partnerin ton këtu në Vlorë, vetëm pak shpejt sepse koha po ju mbaron dhe keni vetëm 1 minutë. Do të propozonim si për Velipojën, si për Vlorën, markën e Melias, që është një markë hotelesh unike në mbar botën dhe nuk kanë ngjashmëri me asnjë tjetër. Këtu kemi 3 gjëra shumë unike për koleksionin Melia, na duhen të paktën 3 gjëra dhe për këto vila rezidenciale kemi të 3-a, është arkitektura, historia dhe vendndodhja që është shumë e mirë. Mendoj që është përputhja e përsosur e të 3 elementeve për këtë projekt të mrekullueshëm si për Velipojën, ashtu edhe për Vlorën. Mirë, faleminderit shumë. Hi, good afternoon.
Përshëndetje, Mirdita, duhet ju përgëzoj për një shëndrim kaq delikat dhe projekt kaq delikat dhe ekipi që keni bërë bashkë, mendoj që është kaq koherent me idenë kryesore nga artistët tek hotelierët. Mendoj që i keni marrë ambicjet e programit dhe i keni çuar në nivelin më të lartë sa i takojnë luksit apo rehabilitimit të një strukture. Mendoj që është një kompliment shumë i bukur për vendin, sepse ka të njëjtën frymë, Nuk besoj se kam pyetje, janë të njëjtat gjëra që i kam lexuar dhe në skemën tuaj, por që nuk e keni thënë, por ja vlen të thuan. Sa i përket pjesës artiste, fasadës e peizazhit, janë shumë të qarta. Keni konsideruar diçka në brendësi të ndërtesës, edhe pse më pëlqen fakti që çdo dhomë është ndryshe. Është shprehja fundore e luksit, çdo përvojë përdoruesi është ndryshe, pra ti do të kthehesh te ky vend dhe kjo mund të mundësohet nga artisti që punon me interiorin, me dekorimin e brendshëm. Kemi folur për këtë, ndoshta nuk patëm kohë ta shtjellojmë, Adrian ndoshta mund të thotë diçka për këtë. Mendoj që është një diskutim midis një artisti dhe arkitekti. Si të hartojmë apo si të bëjmë një projekt së bashku. Patjetër është projekti juaj, por si të përfshim punën time në projektin tuaj. Nuk e di saktësisht, do të na duhet ta mendojmë. Të mendojmë për kushtet klimaterike, për hapësirën dhe sigurisht për erën, për shiun, për rrezetimin diellor, atë hënor. Pra është një projekt që na duhet ta zhvillojmë. Kur u propozua ky projekt, menduam për pjesën arkitekturore, po mendoj që mund të jetë fantastike një gjë e tillë. Dhe natyrisht që unë do të zemrën në përpjekje për të shprehur në mënyrë poetike, madje edhe politike. Faleminderit. Vazhdoj të mendoj që do të jetë fantastike nëse do të përdornin brenda disa prej perdeve që ekzistojnë, megjithatë ju besoj ju. We are used to, as architects, si arkitekt jemi mësuar të konsumojmë arkitekturën përmes pamjeve, medias sociale, që në një farë mënyre na çudisin, por kanë atë formalitetin dhe ikonicitetin e arkitekturës. Pra, ndërkohë na pëlqen inovacioni me eksperimentimin. Konkurset shpesh i shohin pjesëmarrësit që të ndjekin këtë lloj rruge, sepse është një proces përmes të cilit duhet të jesh më i mirë se të tjerët. Dhe juria duhet të tërhiqet apo të përqafojë një prej ideve. Prezantimi juaj nuk ishte prezantim formal apo i këtyre kushteve ikon, por duket sikur keni marrë kujtesën dhe keni përdorur si strategji. Diçka që shpesh e harrojmë. Ky është një instrument shumë i fuqishëm, sidomos për këtë program specifik, ku njerëzit që do gjejnë hapësira të reja, do të njohin edhe historinë, do të marrin vesh se çfarë ka ndodhur aty në të shkruarën, pa hequr dorë nga strategjitë arkitekturore, formale, materiale, apo qoftë edhe strategjitë artistike të arkitekturës. Shëntel, doja t'ju falenderoja për prezantimin e shkëlqyer. S'kam pyetje, faleminderit shumë. I'll just ask a question just for fun. Dua të bëj një pyetje sa për argëtim. Because I think I imagine the kind of day-to-day use, but I would përfytyrova përdorimin e përditshëm, po do të ishte me interes të dëgjoje prej jush se si e imagjinoni marrëdhënien midis tri ndërtesave dhe hapësirës publike, si do të qarkullojnë njerëzit në këtë vend ditë pas dite.
Vendi ka për masat vogla, nuk është kaq i madh, dhe kemi menduar që është shumë e rëndësishme të kemi atë lloj hapësire që lejon një përdorim më individual, sidomos të këto njësitë e vogla që nuk do të kenë një kuzhinë publike, po themi apo një hapësirë publike. Përdorimi i kopshtit është i nevojshëm sepse kopshti është pjesë e sistemit mikpritës apo hotelier. Pra të gjitha hapësirat publike do të jenë këtu, por do të jenë tek kopshti. Do të jenë një farsoj vendet të fshehura, pishina e ish udhëheqësit apo pishina e re, dhe vende të tjera të fshehura brenda kopshtit. Sepse po mendojmë që të kemi dhe një ndërtesë të re për mbledhje apo ndoshta për ndonjë kongres apo konferencë të vogël, por menduam që kjo mund të ndodhte më vonë. Kemi skica për këtë, por nuk donim të prezantonim tani. We thank you then. Atëherë ju falenderojmë. Zonja dhe zotrinj, vyejmë me paraqitjen e 4 dhe të fundit të projekt propozimeve. Do të ndjekim 20 minuta prezantim dhe më pas 10 minuta pyetje-përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skemë për prezantimin e saj skuadrën e përbërë nga Edilal, Zdrava, Studio Apka, Studio Presht, Studio V10, Jeshile, Ledia Kostandini, Lindita Pelivani, Alcifer Goloshi, Holzbau Maja, Melia Hotels and Resorts. Hello, everybody. Thank you for you guys for staying here. I'm Chris. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që vazhdoni të qëndroni. Unë jam Chris, më kanë lejuar që të jem fytyra e të gjithë të ekipit madh, emrat e të cilit sapo u përmendën. Kur shkova të vizitoj vendin, mund të mendoni çfarë të doni, por diktatori dinte si të zgjidhte vendet për të pushuar e për të gjeneruar sidomos këto lloj hapësirash. Janë hapësira vërtet të shëndetshme. Aty ku deti pus tokën e gati e bërson në të, duke pasur varësisht edhe florën ekzistuese. Më parë nuk kam pasur shumë përvojë në projektet hoteliere, para se të vjen në Shqipëri, kemi bërë 1-2 prej tyre, po në fakt është e njëjta histori për të lindur klientin të bëjë diçka. Zakonisht klienti vjen dhe thotë jo na duhet më e madhe, na duhet 120 doma që të bëhet efikase, të ketë një markë ndërkombëtare, pra e njohim pak a shumë këtë lloj historish. Ndërkohë që më vjen mirë që ky është një konkurs dhe jo një porosie drejt për drejt, sepse të përfytyrosh diçka që është e re. Një lloj forme e re turizmi, hoteleria në Shqipëri është diçka e mirë për një konkurs. Kur nisëm projektin i bëm vetes 3 pyetje, pse duhet vinë njerëzit këtu? Cila është ajo gjë unike që do t'i ftoj njerëzit, siç Mirela e tha në mëngjes, që tërheq udhëtarin elitar, pse duhet vinë njerëzit këtu? Cila është ajo përvojë unike që njerëzit e shohin dhe thonë, do të shkojmë në Shqipëri që të shohim të lloj mikpritjeje të re. Por çfarë i mungon Shqipërisë për momentin? Ku ka një hapësirë që ne të jemi vërtet unik, të ofrojmë një përvojë vërtet unike. Pyetja e tretë është si do të bëhet e gjitha kjo, pra cili do të jetë plani i biznesit që e mbështet këtë. I kemi për atë 3 përbërësit për prezantimin ton sot. Si do ta bëjmë një gjë të tillë të mundur e si do t'i marrim këto pika që përgjithsisht janë pika debati me klientin për t'i kthyer në pika të forta, sepse në këtë konkurs mund të gjejmë, përpiqemi të gjejmë diçka të re për Shqipërinë. Përbërësi i parë, e vogël, një gjurmë e vogël ndërtimi, një ndërtesë e vogël, një numër i vogël
dhomash, pra më pak rëmuj, ky është thelbi, kjo është zemra e projektit. Kemi disa referenca, kjo është një pemë, një shtëpi në pemë që ne kemi bërë, dhe është në fakt si një pikë hoteliere, ka 4 të tilla, janë shumë ekskluzive, janë shumë të shtrenjta. Ky është një projekt në Bali. Dhe në fakt ka vetëm një tryezë komunitare, është hotel shumë i shtrenjtë, ka 7 veta që ulen aty dhe nuk mund të porosisësh atë që do, kështu që është vërtet një përvojë në bashkësi. Ky është një hotel në Tirolin e Jugut, ku zgjodh një gjurmë shumë e vogël ndërtimi, por që pati një lartësi të madhe për të parë të gjithë vendin. Pra mund të sjellim të lloj përvoje duke parë vendin. Në fakt unë jam shumë sentimental për këto ndërtesa, janë me myk, janë me lagështirë dhe kërkon shumë punë që t'i restaurosh. Por kjo është në kushte mjaft të mira për ta ruajtur si ndërtesë ekzistuese, është diçka vërtet me interes për të luajtur. Hoteli është në Bregdet dhe këtu funksionon, ose më mirë, kjo është ajo pjesa e turizmit, e turistëve. Ideja është që duhet ndërtuar, ose më mirë duam të ndërtojmë 2 struktura me gjurmë të vogël ndërtimi. Ka hapësirë është shumë unike, ka mjaft hapësirë përreth të gjitha ndërtesat që e rrethojnë janë 8 deri në 10 kate. Këtu kemi mundësinë për të pasur një hapësirë në një farë mënyre monumentale, shënjuese, që të ketë lartësi më të madhe, por një gjurmë të vogël ndërtimi, për të mos e tërhequr vëmendjen nga pas, por të shohur nga perëndimi dhe të jetë një lloj siluete që vë në kuadër këtë lloj pamje. Do të ketë një pishinë që i bashkon këto 2 ndërtesa, do të jetë private dhe në vendin ku do të ndërtohet do të ketë një pamje shumë të bukur. Përbërësi i dytë është që të jetë ekskluzive, të tërheq udhëtarët për të cilët folëm në mëngjes, e për të tërhequr një audiencë të re të turizmit në Shqipëri. E jo domosdoshmërisht dikë që është i interesuar për luksin e mermerit e të Ferrarit, por për luksin e përvojës, një përvoje ekskluzive. Ndërtesat janë shumë të thjeshta, është ajo në qendër, pastaj ato anash, dhomat janë me shumë hapësirë, ka 2 kate, cilat dhomë, sepse duke qenë se gjurma është shumë e vogël, mund t'i shijosh të dyja anët, perëndimin në mbrëmje e të zgjohesh në agim me lindjen e diellit nga ana tjetër. Ndërtimi do të bëhet me materiale druri, por nuk mendoj se pamja nga deti është më interesante, mendoj që pamja nga malet është ajo që vërtet shet. Por duke qenë e ngritur në lartësi, ofron përvojën unike të qenit në një lartësi tjetër dhe të jep një përjetim të zonës krejt ndryshe. Po t'ishte porosie drejt për drejt, klienti do të na thoshte që po, të jetë e vogël dhe ekskluziv, po, nuk jemi në Bali, nuk jemi në Alpe, kështu që pse duhet paguajnë njerëzit po themi 1.500 euro që të vinë të qëndrojnë aty. Mund të qëndroj, vërtet ende nuk është nuk dim se si, megjithatë po flasim për një konkurs, po flasim për atë çfarë ka qenë, ç'mund të jetë, ç'lloj turizmi duam të tërheqim. Por përbërësi i tretë, që është shtylla kurrizore e të gjithë projektit, që i jep të gjithë gjës një bazë ku të mbështetet është e shëndetshme, është një hapësirë e shëndetshme që kremton shëndetin. Pra, ideja është që është një hapësirë që të rigjeneron dhe këtë e kemi kthyer në një qendër
për shëndetin. Nuk është klinik për të kuruar të sëmurët, por një vend për ata që janë të vetëdijshëm, të diagnostifikohen, të jenë gjithmonë një hap përpara të shfrytëzojnë arritjet teknologjike, por po kështu edhe për rigjenerime kështu me radhë. Ka disa projekte të tilla, për shembull në Gjermani, që tërheq pikërisht këta njerëz të cilët kujdesen për shëndetin e tyre. Më parë nuk menduam se do të ishte e mundur, sepse kjo është zona në fazën e parë. Po ta shihni, nuk e dinim se çfarë do të ndodhte në këtë hapësirë përreth. Sepse hapësira për shëndetin do hapësirë, do privatësi, do qetësi. Ndërkohë në fazën tjetër, kur hapësira u sqarua, tham në rregull, mund ta propozojmë këtë gjë për të pasur një qendër në mes të gjithçkaje që do ndërtohet dhe për t'i lejuar hapësirë që të ketë frymarrje. Do të ketë një unas, një rrugë unas që vjen përgjatë saj, jo domosdoshmërisht një rrugë mirëfilli, por ku njerëzit mund të parkojnë përreth qendrës shëndetësore. Kjo është një makingoti, por gjithashtu edhe për të lëvizur përgjatë hotelit. Ne do të ruajmë ndërtesën ekzistuese, do të shtojmë një strukturë vertikale, do ta shohim për pak dhe e mbledhim, e mbështjellim gjithçka në mënyrë koherente me strukturë druri, por këtë do ta ruajmë që të jetë një hapësirë më publike dhe pastaj do të shtojmë komponentin e shëndetit. Në këtë strukturë kulla në qendrën e shëndetësore apo për shëndetin do të ketë pjesën e poshtme ku ndodh gjithçka, diagnostikimi, skanet, analizat, skanimet e ndryshme të trupit, analizat e gjakut. Pastaj do të kemi në një pjesë tjetër seancat e jogës, terapitë e ndryshme, terapitë e gjumit, ndërkohë që pjesa sipër do të jetë për klasat e artit, meditimin e kështu me radhë. Do të ketë një lloj qarkullimi të ri, vertikal, që kombinon të ren me të vjetrën. Dhe këtu pastaj kemi edhe regjistrimin të sporteli për në hotel, pastaj është kjo si tip makingolfi që lejon lëvizje në për strukturat e ndryshme. Mund të ketë partneritete me marka si Patagonia, që mund t'i marrin njerëzit që të bëjnë hiking e kështu me radhë, pra mund të ushtojë këtyre komponenteve. Ideja është që mund të bësh gjëra shumë të ndryshme në këtë hapësirë shëndetësore, nga kontrollet në skaner trupore e mëtej. Pra ka një komponent shumë teknologjik në këtë ndërtesë për materiali ndërtimit është me teknologji të ulët, pra është i shëndetshëm, pra ka një kontrast me të dyjave. Kemi propozuar disa shtëpi në pemë të cilat e rrethojmë. Këto janë të trupëzuara në natyrë. Fakt arkitekti ynë i peizazhit do flas pak më tepër më pas për konceptin e kësaj, por këtu mund të shkosh nga rrugët rrethore apo qoftë me duke hyrë shkallët për tek këto shtëpi të cilat i sheh ndërkohë që hyr shkallët. Janë 60 me 50 ndoshta metër katror, janë shtëpi mjaft në hapësirë. Në fakt nuk janë të konceptuara për ata që lëvizin për një fundjavë, por për ata që rrinë më gjatë, për kujdes më të gjatë, për rigjenerim më të gjatë dhe për rikuperim më të gjatë shëndetësor. Po të kishte qenë edhe një herë porosie drejt për drejt nga klienti, me gjatë do të na thonin mirë, po ky investim fillestar do të ishte shumë i madh. Çdo gjë do të ishte dru. Investimi është i madh, po kthimi i investimit është mjaft i ngadalt. Në fazën tjetër, duke qenë se hapësira është mjaft e madhe, mund të ketë edhe
ndërtesa rezidenciale. Nuk është e domosdoshme, por mund të jetë për ta bërë funksional financiarisht të projekt. Natyrisht rezidenca duhet të kenë të njëjtat tipare në gjurmë të vogla ndërtimi, 2 deri në 4 kate që ndajnë lehtësirat me makina që hyn drejt për drejt aty dhe duhet përmendur që duhet jenë në fakt ndërtesa për familjar apo të moshuar të cilët mund përdorin edhe qendra shëndetësore për vete. Këta janë pra 3 komponentët që donim të na funksiononin në këtë projekt. Këta janë përbërësit tanë dhe janë të kombinuar me një element, me disa elemente. Çdo gjë përbëhet nga druri. E di që Shqipëria nuk është një vend, po themi, ndërtimit me dru. Megjithatë me projektin ton, po përpiqemi të sjellim sa më shumë drurin. Dallimi midis materialeve është që ky vjetërohet në mënyrë krejt tjetër krahasuar me materialet e përdorura në dekadat e fundit. Pra, ajo vjetërohet në mënyrë shumë të hijshme, merr një farë veshjeje dhe natyrisht fillon dhe transformohet duke I dhënë një tjetër natyrë hapësirës, duke I dhënë patjetër edhe përbërësin e shëndetësor të konstruktit prej druri. Tani kemi natyrën dhe do t'i jap fjalën arkitektit ton të peizazhit. Për natyrën apo për peizazhin, ka disa gjëra të rëndësishme për t'u thënë. Cilësia e arkitekturës që Krishti shtjelloi varet shumë nga cilësia e peizazhit. Pra, nuk është diçka që thjesht të mbush hapësirat midis ndërtesave, por funksionon në tërësi peizazhi. Përcakton atmosferën dhe është shumë e rëndësishme të sigurojë një shkëputje luksoze që lidhet me shëndetin e që të rikthen, të rikuperon në një mjedis ku natyra përcakton atmosferë krejt tjetër. Në këtë kuptim, krahasuar me atë që ishte në të shkuarën, vila qëndronte në një peizazh I cili synonte të sterilizonte apo të krijonte distancë, ndërkohë që në këtë rast duam që ai ta bëjë këtë vend të mundshëm për të arritur nga shumë njerëz. Megjithatë është shumë e rëndësishme se sa është lartësia, cila është gjurma e ndërtimi e kështu me radhë. Në fakt, këtu hapësira ka një bimësi e cila përfshin pisha, ullinj, qitra pa grume që janë shumë tipike të zonës së Florës. E rëndësishmja është që krijon një estetik, që është një estetik që ka një logjik ekologjike. Krijon një mjedis të qëndrueshëm ku pjesa tjetër e natyrës ndërfutet dhe ndërvepron me të. Kur flasim për agrumet, kemi ndërveprime të këtij lloji që mund të këpusësh fruta nga kopshti, duke rivendosur marrëdhënien midis njeriut dhe natyrës, që është shumë e rëndësishme për të ndryshuar mendësinë tonë. Pra, ecën në hapësira që janë me shumë bar, me shtresa bimësie dhe ku mund të ndjesh aromën e bregdetit dhe të bimësisë. Për të ardhur te tema e dytë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, ndërtimi I peizazhit apo rindërtimi I tij është shumë e rëndësishëm si akt I trashëgimisë kulturore, sepse kjo bimësi mund të duket shumë e natyrshme për shqiptarët, ndoshta ajo shumë entuziazmuese, por është në fakt ajo çfarë bën vendin të jetë ky vend që është. Faleminderit. A kemi ende diçka tjetër? Ndjes. Pjesa e tretë mendoj që vjen nga artisti. Kujtes për kohën, 3 minuta. Po, e përmbyll tani. Që në fakt kanë ndërtuar këtë modelin me pulla me ngjyra, që jo vetëm do të ndikonte në peizazh, por gjithashtu do të ndërvepronte me atë çfarë tha Gusi. Pra ideja është që të kemi diçka koherente midis ndërtesës dhe bimëve. Ndërtesa që frymëzon nga bimët që janë plot ngjyra dhe pastaj në krye
strukturat prej druri që janë në pjesën e sipërme të kësaj hapësire. Po të shohësh vendin, ky lloj i ri turizmi që synojmë prej këtij projekti mund të jetë më shumë se sa një turizëm që kërkon komoditet apo të shkuar, por gjithashtu edhe të përqendruar në kujdes ku tradita shqiptare është shumë e fortë. Mendoj se ky është vendi i përkryer për ta bërë këtë. Faleminderit shumë. Thank you. Quite beautiful. Faleminderit, mjaft e bukur dhe një qasje Well, because you showed your own work, I'm just interested shumë in interesante. the wood shingles, right? You've used Jam in the interesuar Alps, për and pjesën I'm just e wondering strukturave whether, drurit që keni përdorur në is this Alpe. a new international style where it can be plopped? Ky është një climate, or stil i is ri there some special ndërkombëtar që consideration mund for the vendoset në Mediterranean çdo lloj klime apo climate është një and lloj the salt konsiderate that would e kind of shift it veçantë from për how you klimën work with the mestetare material in the që në fakt do t'ju çonte të ndryshonit mënyrën apo materialet me të cilat punonit në Alpe. Kur ngre apo kur ndërton një ndërtesë prej druri, duhet jetë e sheshtë, po të luash me pllakat, me tullat, është një komponent shumë i rëndësishëm. Për ta ruajtur të një trajtshme, do donim të punonim me këto pjesët e drurit. Megjithatë, ajo do të jetë me një ngjyrë që ndoshta nuk të bën ta dallosh që është dru, por së brendshme do t'i ketë gjitha linjat e drurit. Pra ka një transformim të materialit që është shumë ndërkombëtare. Por ta bësh këtë në mënyrë të hijshme është shumë arkitekturore, kështu që jemi përpjekur t'i bëjmë të dyja bashkë këtu. And one more question, I think. Një tjetër pyetje. You were saying Ndoshta pyetje nga të gjithë është edhe kjo. Çfarë për masterplanin, në qoftë se do të ishte një klient, ju do të bëni këtë. A është kjo e gjitha pjesë e projektit? Imagjinoni 26.000 metër katror janë të rëndësishme për projektin, rezidenca dhe kështu me radhë. Jo, e kam fjalën që zona që është rreth zonës konkursit është private, ka një pronar, kështu që nuk e dim se çfarë do të ndërtojmë. Kështu që për të mbrojtur projektin ton nga ajo çfarë mund të vi, kemi propozuar diçka për të ruajtur, po kështu edhe në distancë të mjaftueshme nga kjo qendër që duam të bëjmë. I was going to ask a very similar question. Do të bëja një pyetje shumë të ngjashme. Thank you for the great presentation. Faleminderit për prezantimin e shkëlqyer, sepse I saw the models that you guys did downstairs and Pash you and your maketet presentation with what is usually the image that you are most proud of. Which is this na image with the prezentuan two towers. pamjet But at the same time you explained atyre during the ndërtesave që për të jenë më krenare, dy kullat, in order por to make it gjatë profitable prezantimit if tha necessary for që the për ta investor, bërë fitim prurse the nëse master është e plan that, nevojshme you për know, for buildings. investuesin, I was masterplani për just fshirjen curious about ndërtesa. your personal position, like Jam more like an kurioztar ethical për position towards it. qëndrimin tuaj Do you guys personal, feel okay? qëndrim etik Do you think tuaj. the project would Cili është benefit qëndrimi juaj from etik? having Mendoni more që buildings projekti around, do të or do you përfitonte would rather nga më shumë keep it ndërtesa like the way rreth it is tij in this apo do të donit që ta mbanit ashtu siç është në këtë pamje përfundimtare? Që t'jemi sinqert, me qas vetë projekti mund të mos mos jetë përfitues, por në fakt ndërtimi i pjesës qendrës shëndetësore ka një vlerë të saj, për shembull të pasurit të banesave për të moshuar, për familjet që t'jenë në këtë pjesë të vendit të ndërtimit, do të ishte shumë e bukur. Unë nuk është se do të tërhiqesh apo dësha i druajtur për të pasur ndërtesa, por duhet parë dendësia, se po flasim për 4-5 në këtë zonë, sepse ka një dendësi shumë të ulët në këtë zonë. Por megjithatë, do të isha shumë i kënaqur të bëja edhe më pak.
Hi Chris, beautiful project and Përshëndetje Chris, projekt i bukur dhe i bërë mirë, gjithashtu edhe i prezentuar mirë, prezentimi ishte vërtet brezlën, pash renderat e tu, pash nivelin e abstragimit, pra e shoh që po prezenton fuqinë e të gjithë bashkë. Dua që të vazhdoj pyetjet e bëra më përpara nga Denda Hekim. Ju propozoni që të bëjë ndërtime vetëm nëse hapësira zgjerohet maksimalisht aty ku ju e thatë. Excuse me if I'm asking you something that is already in brief. I didn't see that in the brief. The other two teams are sort of struggling with the geometry of the site and how to accommodate public space. Ekipet e tjera po përpilitesh nëse më mirë po jepni në merrjen me gjeometrinë e vendit. Ju thoni që po ta zgjerojmë në këtë pikë, atëherë më kemi dorë të lirë për të bërë këtë gjë. Cilat janë gjasat që kjo të ndodhë? Atëherë, organizatorët e konkursit ndoshta do të mendojnë diçka më tej për këtë, por kjo është hapësira në cilën ne po punojmë dhe për ta mbrojtur kemi sqaruar apo është sqaruar kjo pjesë qendrore. Okay, thank you for your presentation. Mirë, faleminderit për prezantimin. This is the last of 7 presentations. Ky është prezantimi i fundit we thank you all for being here nga present. 5 ekipe, faleminderit që ishit të pranishëm, faleminderit edhe antarëve të juris, do të takojmë këtu në orën 5, jo 6, në 5 për të shpallur fituesin. Zonja dhe zotrinj, këtu përfundon prezantimi 7 projekt propozimeve konkurruese, 3 për Vilën Velipoj dhe 4 për Vilën Vlorë. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe vëmendjen tuaj dhe uftojmë të ritakohemi në orën 17 për të shpallur fituesit së bashku. Ritheksojmë në orën 17.